Mbi 26.000 maturantë të gjithë Shqipërinë kanë zhvilluar provimin e dytë maturës shtetërore të lëndës së gjuhës dhe letërsisë, një nga provimet kyçe të procesit të përfundimit të shkollës së mesme. Gjatë zhvillimit të testimit është raportuar dalja e tezës për rreth 30 minuta pas nisjes së provimit, një ngjarje që ka ngjallur reagime, por sipas Ministrisë së Arsimit nuk ka ndikuar në integritetin e procesit. Autoritetet kanë bërë të ditur se manduranti përgjigjës për publikimin e tezës është identifikuar dhe është përjashtuar menjëherë nga provimi. Në reagimin zyrtar, Ministria e Arsimit ka theksuar se masat e sigurisë në provim mbeten të forta dhe se rasti i evidentuar është trajtuar menjëherë pas rregullave në fuqi. Pas përfundimit të testimit, një pjesë e maturantëve ka vlerësuar tezën si të nivelit mesatar, ndërsa pjesa letrare e analizave ishte vepra Prometeu i mbërthyer i Eskilit, i cili është pritur pozitivisht nga nxënësit. Pas të dhënave nga shkolla, shumica e maturantëve tashmë ka një ide të qartë për degën universitare që do të ndjekin, ndërsa një pjesë e vogël ende mbetet në proces zgjedhjeje. Maturatët pritet të përballen me dy provimet e fundit maturës shtetërore, matematikën në 16 qershor dhe lëndët me zgjedhje në 23 qershor, duke përmbyllur kështu ciklin e provimeve të këtij viti.